Rreth 70 nxënës të ciklit të ulët nga fshati Cërc i komunës së Istogut, që disa vite mbajnë procesin mësimor në kushte të vështira. 5 paralele të ndara të shkollës fillore Bajram Curi ishin vendosur përkohësisht në shtëpinë e cila ishte për nevojat e fshatit Cërc derisa të ndërtohet shkolla e re. Janë bërë 5 vite që këta nxënës janë vendosur në këtë objekt, edhe pse shkolla e re është ndërtuar që një kohë, por ende nuk është hapur për nxënësit. Edhe janë të interesuar. Mësuesja Lulieta Rexhaj tha se objekti ku e mbajnë procesin mësimor nuk i plotson kushtet. Kjo shkollë numëron 5 paralele, secila klasë është nga një paralele. Vazhdojmë me mësim të rregullt, punojmë 2 ndrime për shkak të kushteve realisht jo të mira. Kemi faktikisht mungesë lokalit, edhe përse ekziston shkolla këto pothuajse përfunduar, që viti 3 duhet me thënë, kemi pas ankesa të prindërve, kemi ankesa edhe nga mësimdhënësit në përgjithësi. Drejtori i arsimit në këtë komunë, Agim Haxhiu, thosë se nxënësit ishin vendosur përkohësisht në këtë objekt. Më thonë që si plotson fare, mirë po janë kushte ndoshta edhe në rrethona të luftës. Në kohën e luftës ku ke marrë mësim në objektet shtëpi shkolla, qastisoj janë kushtet në atë objekt. A i thot se shkolla e vjetër ishte rënuar për të lëshuar vendi shkollës së re, me sallën sportive të financuar nga Komisioni Evropian. Komuna ka rënu shkollën e vjetër për me liru hapësirën për ndërtimin e shkollës të re, të zbashku me sallën sportive, dhe kanë fillu punimet mirë po. Dihet të nderat e zyrës dëllisë e Komisionit Evropian në të ndera ndërkombëtar, dhe këtë të nder e ka fitu një firmë nga Kroacia, Tehnobeton e quajnë, dhe ajo ju ka dhënë punë firmave nën kontraktuese, do thotë firmave nga Kosova. Drejtori i arsimit thot se ka dërguar kërkesë me shkrim që nga shtatori të vendosin nxënësit në shkollën e re dhe punimet e mbetura t'i përfundoj komuna me mjetet e saj. Do të kërkojmë nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në kontrollën një kërkesë me shkrim në Komisionin mbikëqyrës në Eptisa, të firma mbikëqyrës e Eptisa, shtator që të na lirohet objekti shkollor, thotë na lejohet që fëmijët të i dërgojnë në objekt shkollor, ndërsa punimet që kanë mbetë pa u përfunduar, ti marrim përsipër, ne si komunë ti përfundojmë në mënyrë që nxënësat mos vijojnë në mësimin në objektin ku janë duke vijuar. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë thot se falimentimi i kompanisë së kontraktuar e ka sjellë këtë situatë deri këtu. Shuma e kontraktuar për skemën e shkollës në Istog ka qenë 600.654 euro. Për fat të keq, për shkak të inicimit të procedurës së falimentimit të kontraktorit, kompania kroate Zagorje Tehnobeton, skema nuk ka mundur të përfundoj përkundër faktit se pjesa më e madhe e ndërtimit rreth 85% është bërë gati para 3 vjetësh. Kurse Ministria e Arsimit thot se nuk ka qenë pjesë e procesit për ndërtimin e kësaj shkolle. Ju njoftoj se masht nuk ka qenë në proces të ndërtimit të shkollës në fshatin Cërc në komunën e Istogut. Siç kemi njohuri, ky është njëri ndër projektet e Komisionit Evropian. Ne si Ministri kemi kërkuar informata nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Istog dhe jemi njoftuar nga zyrtarët arsimor se punimet janë ndërprer dhe tani Komisioni Evropian është në proces gjyqësor me kompaninë e cila ka qenë angazhuar për ndërtimin e kësaj shkolle. Po ashtu jemi njoftuar se deri në përfundim të procesit gjyqësor, komuna nuk mund të bëjë ndonjë ndërhyrje.